Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Tymço Mucunski deklaroi para mbajtjes së Këshillit të Ambasadorëve se mbrojtja e interesave kombëtare maqedonase, shfrytëzimi i potencialit të përfaqësive diplomatike konsullore në fushën e diplomacisë ekonomike dhe mbrojtja e qytetarëve që jetojnë jashtë kufive të shtetit janë tre interesa strategjike kombëtare që sot u është prezantuar antarëve të Këshillit të Ambasadorëve. Mucunski theksoi se qëllimi i kësaj seance është që ambasadorët dhe konsujt e përgjithshëm drejt për drejt të dëgjojnë prioritetet për vitin e ardhshëm dhe të marrin udhëzime për veprime lidhur me interesat kryesore strategjike kombëtare. E para është mbrojtja e interesave kombëtare maqedonase, e dyta është shfrytëzimi i potencialit të përfaqësive tona diplomatike konsullore në fushën e diplomacisë ekonomike, por edhe stimulimin e tregtisë, përkatësisht komponentës së eksportit të ekonomisë son. E treta është mbrojtja e interesave të qytetarëve tanë jashtë kufive të vendit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për qytetarë të Maqedonisë që jetojnë jashtë shtetit apo për qytetarë tanë që udhtojnë për arsye të ndryshme. Sa i përket diplomacisë ekonomike, Mucunski tha se Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i Maqedonisë së Veriut, ndërsa shtoi se në periudhën e fundit po punohet edhe për forcimin e bashkëpunimit të tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendet e Gjirit Arabik janë po ashtu vende me të cilat shohim interes dhe synojmë një bashkëpunim të intensifikuar në periudhën e ardhshme. Pra, sigurisht, prioriteti ynë kryesor është bashkëpunimi me partnerët tanë tradicional tregtar, por njëkohësisht po hapi mundësi edhe për tregje të reja, dhe kjo është pjesë e prioriteteve të përfaqësive tona diplomatike dhe konsullore. Në seancën e sotme të Këshillit të Ambasadorëve ishin të pranishëm pjesa më e madhe e misioneve diplomatike dhe konsullore të Maqedonisë së Veriut. Kjo mbledhje mbahet për herë të parë pas vitit 2019, ndërsa ministri tha se synimi është që kjo të shndrohet në një ngjarje të rregullt të vjetore.